Nuk ka asnjë dyshim se Bashkimi Evropian dëshiron t'ju shohë si antare me të drejta të plota, porositi ambasadori i BE-s Michalis Rokas në seancën e Këshillit Kombëtar për Eurointegrime, ku teme diskutimit ishin aspektet kyçe të procesit të integrimit evropian. Ai nuk harroi të rikujtojë se vendi i ka përmbushur me sukses obligimet nga agjenda e reformave, por theksoi se antarësimi është kyç për zhvillim të përshpejtuar. Megjithatë, ai nënvizoi se është e nevojshme të arrihen rezultate në fushën e sundimit të ligjit. Sigurisht, me ndihmën e delegacionit të Bashkimit Evropian, besojmë se mund t'ju përgatisim me sukses për antarësimin tuaj në Bashkimin Evropian. Parakushtet për vendet janë hapja e kapitujve të negociatave, por ato janë gjithashtu shumë të repta sa i përket zbatimit të sundimit të ligjit dhe harmonizimit të plot. Kryetari i Këshillit për Eurointegrime Venko Filipçe theksoi gjithashtu se pushteti po ushtron ndikim mbi gjyqësorin, ndërsa tha se pushteti po e pengon me qëllim rrugën evropiane, duke e quajtur këtë një formë të grushtit të shtetit. Со жалење може да констатирам дека се лоши последните извештаи од страна на Европската комисија, од сите официјални лица кои што доаѓаат од Европската унија. Влијанието од оваа власт на правосудството, на независноста на правосудството, отворено влијание од страна на највисоките инстанции на власта, слабиот перформанс во борбата со корупцијата, влијанието на српскиот свет и со тоа влијанието на Русија на овој регион. Прашањето дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri për çështje evropiane, Bekim Sali, theksoi se qeveria po punon në pikat kyçe të strategjisë së reformave në pjesën e gjyqësorit. Në gjyqësor është evidentuar zbatimi i strategjisë së reformës 2024-2028. Ligji i ri për Këshillin Gjyqësor dhe ndryshimet për ligjin për Këshillin e prokurorëve publik. Megjithatë, mbeten sfidat në pavarësinë e gjyqësorit, autonominë e prokurorisë, kapacitetet kadrovike e financiare dhe rreziqet e politizimit. Ndryshe në qeveri sot u mbajt një takim kushtuar agjendës së reformave, në të cilin, siç informojnë autoritetet, u shqyrtuan përparimi i deritanishëm, aktivitetet në vijim dhe hapat e ardhshëm për përmbushjen në kohë të obligimeve të parapara.